Komuna e Prizrenit e ka bën një shkelje duke dhënë lejen për rënim, që në këtë rast Instituti i Kosovës asnjëherë nuk lëshon leje për rënim, nuk japim leje për rënim. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve është i vetmi institucion publik që jep leje për ndërhyrje ndërtesa arkitekturore që kanë status të mbrojtjes. Do të thotë nuk ka organ tjetër apo mekanizëm tjetër që e jep një leje për ndërhyrje direkt në ndërtesat që kanë status. Në këtë rast, pa dashur më lëshu shumë, sepse Landa veç ka marrë një rrugë tjetër përmes organeve drejtësisë, kisha dashur me cekë se komuna e Prizrenit e ka bën një shkelje duke dhënë lejen për rënim, që në këtë rast Instituti i Kosovës asnjëherë nuk lëshon leje për rënim, nuk japim leje për rënim. Mandatin tonë nuk jepet leja për rënim. Mandatin jonë... Kur e sheni të shkatru, të rënu, roli juaj është me mbrojt, apo? Po, gjithsesi. Edhe, a u mbrojt këtë rast? Kur para se mu rënu? Po, Landa ka qenë në shqyrtim, do të thotë, dhe veprimet janë marrë pa respektu procedurat administrative, ligjore dhe ato profesionale. Shumë mirë, kush e ka dërgu Landën në shqyrtim të ju? Landa ka ardhur përmes qendrës rajonale, trashëgimisë kulturore dhe është përcjell gjithherë sipas procedurave që janë caktuar me procedurat standarde të operimit për... Ju keni qenë të e shqyrtu, a është e lehtëshme leja për rënim, apo? Unë po duna mu kthy, leje për rënim nuk shqyrtojmë na, sepse ligji nuk na mandaton neve t'japim apo mos t'japim leje. T'japim leje për rënim, mos t'japim gjithsesi. Keni drejt me nalë rënimin? Po na kemi tentu me ndalë, mirë po veprimet janë marrë para se me marrë na hapin drejt rujtjes. Sa ko e keni pas shqyrtim që të Landë, masi që është bo shumë e madhe, ministri ka bo kallëzim penal ndaj komunës Prizrenit për këtë rënim, po më intereson sa ko ka qenë prej momentit që ju e keni marrë Landën e ka qenë në shqyrtim. Jeta kështu më duhet ta sqaroj se ligji për administratën e përgjithshme, çdo paraqitje e një kërkese për leje apo ndërhyrje në asetet e trashëgimisë kulturore, cilat kanë karakter nacional, kombëtar, dhe këtë rast gjitha asetet që përfshihen në listën e trashëgimisë kulturore, shqyrtimi i tyre është 45 ditë. Edhe a ka qenë brenda këtij afati apo kalu afatit e Sarajit? Jo, asnjëherë nuk është kalu afatit e Sarajit për shkak se udhëzimet e dala nga Komisioni Profesional Shqyrtues i IKMM-s kanë shku brenda 20 dite prej datës kur është pranuar Landa për shqyrtim në institut. Gjykata mundet me lëshu masën e përkohshme, për shembull e dim që i ka vegla si masën e përkohshme me nal atë rënim, ju a keni veglat e tilla me i përdor për me nal në rënim? Po gjithsesi, Inspektorati Trashëgimisë Kulturore, i cili po ashtu është institucion publik, i cili vepron brenda Ministrisë së Kulturës, i ka marrë të gjitha veprimet ligjore. Cilat veprime i ka marrë? Për ndalimin e rënimit. Kallëzama i ka qitë shirita, kallëzona që ka bo, se për Prizren si jemi... Po, ka vendos shiritat, ka vendos plakën informuese të ndalimit të punimeve. Edhe për kundër plakës, edhe për Komuna e Prizrenit ka hi me rënu? Po. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur.